Në kuadër të javës së 12 të sezonit vjeshtor në Ligën e Parë të Futbollit Vendor, sot në stadiumin e qytetit në Gostivar, luajtën Arsimi Çegrani dhe Bashkimi i Kumanovës në një ndeshje tipike e kampionate dhe me raste nga të dyja anët. Epilogu përfundimtar mbeti 4-2. Të parët në epërsi kaluan vendasit me golin e Alban Taipit në minutën e 36. Bashkimi barazoi me golin e Resul Mehmetit në minutën e 38. Ndërsa në sekondat e fundit të pjesës së parë, Arsimi kaloi në epërsi 2-1 me golin e Muhedin Dardishtës. Në pjesën e dytë, skuadra vendase e vazhdoi dominimin në terren të gjelbër dhe si rezultati lojës së mirë në minutën e 63, Shefiti shënoi në epërsi 3-1. Arsimi erdhi në epërsi 4-1 me golin e dytë të Shefitit, për të cilin ishte goli i 9 sezonal në fanellën e Arsimit. Deri në fund të ndeshjes, Bashkimi zbuti rezultatin në 4-2 me golin në minutën e dytë shtesë me golin e Avornjo. Për ekipin e Arsimit ishte kjo fitoria e 4 sezonale pas 3 barazimeve dhe 5 disfatave, duke grumbulluar 15 pikë. Nesër me fillim në orën 13:30 në program janë përballjet Rabotnički Tigveshi dhe Makedonia Gjorgje Petrov Struga Trimlum. Të mërkurën në orën 17 në Manastir takohen Pelisteri Vardari, ndërsa në orën 13:30 në Strumic takohen AP Brera Sileksi. Java e 12 mbyllet më 15 nëntor me fillim në orën 13 me ndeshjen mes Shkupit dhe Shkëndijës.